që prej kalimit në Premier League mes fushori Granit Xhaka ka qenë padyshim dominues në kampionatin anglez. Përpos golave dhe asisteve që kanë ndikuar që Sunderlandi të jetë në pjesën e sipërme të tabelës, Xhaka edhe statistikisht është mbi secilin lojtar të Premier League-s. Bein Sports ka publikuar statistikat e jashtëzakonshme të Xhakës që prej kalimit të Sunderlandi ku mesfushori shqiptar është i pari për asist me 3 të tillë, i pari për prekje të topit, i pari për pasime të kompletuara, i pari për pasime në 1/3 e fundit të fushës, i pari për duele të fituara, i pari për rifitimin e topit si dhe ka krijuar plot 16 raste për gol. Ndër të tjera Xhaka ka vrapuar edhe 112.8 kilometra duke zënë vendin e parë edhe për këtë statistikë. Kjo padyshim e dëshmon dallimin e madh që ylli shqiptar po e bën në kampionatin anglez si dhe po e vendos Sunderlandin në një pozitë për të ndërruar një vend që të dërgon në Evropë.